Alba rifutet në shtëpi me Arushin e saj në dorë, duke e mbajtur fort sikur më në fund po merr frym lirisht pas gjithë dramës që kishte shpërthyer. Sa po kalon derën, shfaqja e saj ndryshon krejtësisht, fytyra i zbutet, sjellja i qetësohet dhe ajo duket shumë më e relaksuar, sikur Arushi ishte i vetmi gjë që e rikthente në normalitet. Ajo ulet në divan, përkëdhel Arushin dhe fillon të flasë me një ton shumë më të butë, duke dhënë përshtypjen e një personi tjetër nga ai që disa minuta më parë kishte shpërthyer para të gjithëve, por ndërsa Alba përpiqet të qetësohet, në anën tjetër banorët fillojnë të pëshpërisin mes tyre. Shumica nuk e shohin me sy të mirë këtë ndryshim të menjëhershëm. Disa duken të pavendosur, të tjerë hapur të irrituar. Kjo s'është normale, thot njëri prej tyre, duke tundur kokën. Si mund të ndryshoj kaq shpejt? Duket sikur po luan teatr. Të tjerë shtojnë se sipas tyre, Alba nuk duhej të ishte rikthyer fare në shtëpi pas gjithë asaj që kishte ndodhur. Disa madje shprehen trosh se ajo duhej të kishte qenë e eliminuar, sepse sjellja e saj ishte bërë e vështirë për t'u përballuar dhe kishte tensionuar të gjithë ambientin. Për ta, fakti që ajo u qetësua menjëherë sa po mori Arushin e saj, duke u shfaqur krejt ndryshe, duke i çuditshëm dhe pak i pabesueshëm, ndërkohë, Alba nuk duket se e vëren plotësisht atmosferën e ftohtë që po i krijohet përreth. Ajo vazhdon të rrijë e shtrirë, e qetë dhe e përqendruar te Arushi i saj, ndërsa banorët vazhdojnë të komentojnë nën zë, duke e parë me dyshim dhe duke u bindur edhe më shumë se situata është ndërlikuar dhe se kthimi i saj mund të sjellë debate të reja.